Video koment me titull "Me çfarë do ta mbulojmë turpin e mos shëtënimit dinjitoz të përvjetorit të komandant Shqiponjës në Kumanov". Ka diçka që më shqetëson thellë dhe më bën të ndihem keq. Pse përvjetoret e rënies së komandantëve në përgjithësi në rajonin e Kumanovës dhe Likovës, dëshmorëve dhe të gjithë atyre që sakrifikuan në luftën e vitit 2001, por edhe para këtij viti të lavdishëm, nuk po shënon gjithmonë me dinjitet dhe seriozitetin që meritojnë. Mos shënimin e përvjetorit të Xhemail Rexhepit, të njohur si komandant Shqiponjës, e mora vetëm si shkas, sepse mungoi një shënim i dinjitetshëm i organizuar nga cili do subjekt apo asociacion qoftë ai. Janë ngjarjet e vitit 1981 që njihen si procesi i diferencimit ideopolitik që u zbatua kryesisht ndaj mësimdhënësve shqiptar të gjimnazit të atëhershëm të Kumanovës, pastaj aksionet e policisë së atëhershme komuniste për rënimin e murneve të shtëpive shqiptare, me arsyetime banale, më pastaj vjojnë ndodhit ose përpjekjet e shqiptarëve të Kumanovës dhe rajonit të Likovës për ta aktualizuar problemin e arsimit në gjuhën shqipe, edhe atë duke shkuar në Beograd si kryeqendër e atëhershme Jugosllavisë Federative, si dhe protestat e vitit 1988 për arsimin e mesëm në gjuhën shqipe e tjerë që nuk po shënohen vitet e fundit. Tërthorazi i përmenda disa prej tyre që kanë lënë gjuhën të thella dhe të pashlyeshme në historinë e re të shqiptarëve të kësaj ane. Në të gjitha këto ngjarje të dhimbshme dhe të lavdishme ka patur viktima në mesin e shqiptarëve. Veprimet e këtilla të mirëmenduara nga regjimi ishin shoqëruar gjithmonë me masa represive, dhunë të pajustifikueshme dhe me burgosjen absurde të shqiptarëve, ku nuk ndiqej madje as procedura formale juridike. Pra pse po lejojmë sot që kujtesa për njerëz që dhanë jetën për liri të mbetet në hije, kur pikërisht mbi sakrificën e tyre u ndërtua një pjesë e së ardhmes sonë. Ata nuk janë vetëm emra në një listë, as vetëm data në një kalendar, ata janë histori, janë gjak, janë plag, janë krenari dhe janë themel i kujtesës sonë kolektive. Kur mungon shënimi këtyre ngjarjeve të lavdishme, nuk humbet vetëm një ceremoni, humbet një mesazh, humbet një mësim, humbet një lidhje gjallë me të kaluarën, sepse brezat e rinj, nëse nuk i shohin këto përvjetore të shënuara me respekt dhe me dinjitet, fillojnë ta ndjejnë historien si diçka të largat, të ftohtë dhe të parandësishme. E kur historia bëhet e largat, atëherë edhe sakrifica fillon të zbehet. E kur sakrifica zvenitet, zbehet edhe vetë ndjenja e përgjegjësisë ndaj lirisë. Mungesa e shënimeve të tilla sjell pasoja të rënda: indiferencë, harresë, deformim të së vërtetës dhe hapësirë për ata që duan ta minimizojnë atë që ka ndodhur. Nëse nuk i kujtojmë si duhet dëshmorët dhe zhvillimet e rëndësishme historike, nesër dikush mund të guxojë të thotë se sakrifica e tyre nuk pas ka pasur peshë. Nëse nuk i nderojmë si duhet, nesër dikush mund të mendojë se liria erdhi vetvetiu, dhe kjo do të ishte padrejtësia më e madhe ndaj tyre. Kujtimi për ta nuk është vetëm detyrë e familjarëve të tyre, as vetëm e bashkëfshatarëve të tyre, e bashkëluftarëve të tyre, por i gjithë shoqërisë, gjë me të cilën do të tregonim nivelin ton, përgjegjësinë ton dhe organizimin tepër të nevojshëm si shoqëri dhe si shqiptar. Është detyrë e institucioneve, e shoqërisë, e shkollave, e mediave dhe secilit prej nesh, sepse një popull që nuk i nderon të rënët e vet, rrezikon të humbas busullën morale, rrezikon të mësohet me harresën, rrezikon të mos di më të dallojë sakrificën nga komoditeti dhe të vërtetën nga heshtja. Prandaj përvjetorët e rënies së tyre duhet të shënohen me respekt, me dinjitet, me praninë e institucioneve, me fjalë mirënjohjeje dhe me kujtesë të sinqertë. Jo për formalitet, jo për fotografi, jo për protokoll, por për të mos lejuar që historia të shuhet në heshtje. Lavdia dhe kujtimi për ta duhet të mbeten të përjetshëm.